Sokol Kushta, shqiptari që I ka shënuar serbëve brenda në Beograd. Sot si një ish futbollisti kombëtare shqiptare dhe specialist futbolli analizon ndeshjen e 7 qershorit në Tiranë. Me golin e tij të shënuar në favor të flamurtarit në Beograd, Kushta shpreson që tashmë TV Radha një tjetër shqiptar të shënojë pikërisht në stadiumin e serbëve. Megjithatë, një përballje Shqipëri-Serbi, aty ku Kushta thekson se në këtë moment duhet të mendohet vetëm për anën sportive dhe jo faktorët e tjerë. Kjo edhe për të evituar presionin tek skuadra. Pas 90 minutave të ndeshjes mund të kalohet edhe tek faktorët politik, por deri në përfundim të ndeshjes rëndësi ka vetëm ana sportive. Shko, to janë gjëra që kanë ngel në histori dhe unë kam dëshirë që kjo vazhdimsi të thyet dhe nuk është punë nostalgjie, këtu është punë realiteti. Një fitore sot është e fshin çdo histori që ka ngel për X vite. Ne sot duhet të jemi të kënaqur në qoftë se ekipi kombëtar los dhe fiton kundër Serbisë, nuk mund të them vetë dinjitetin, por në anën sportive tregon që ne jemi dinjitos për kampionatin botëror. Dilemanat politike dhe anët e tjera. Ne të fokusohemi këtë moment vetëm në anën sportive. Pas ndeshjes, ne mund të cilësojmë çdo gjë, si në anën politike, si në anën ekonomike. Nuk duhet të merremi me anën politike, të parën, të kalojmë në anën sportive. Kushta cilëson Serbin kundërshtarin kryesor për vendin e dytë në grup, rivali me të cilin do të luftohet deri në fund, ndaj edhe në 7 qershor. Duhet që sportdarsi jetë lojtari I 12 për të shkuar tek fitoria. Ne duhet të motivohemi. Trajneri ka për zgjedhjen e ekipit. Kështu që çfarë na ngelet? Ne që jemi specialista, po jemi dhe tifozë. Në këtë moment unë jam dhe tifozë e ekipit kombëtar. Pavarësisht se unë kam lozur. Dhe ndalojmë edhe të dhënurit mendim. Në moment që trajneri ka nxjerrë ekipin, fokusohet, ne tani jemi mbështetës. Mund të japim mendimet tona gjithmonë për anën pozitive të ekipit kombëtar, si do të realizojë ekipi kombëtar gjën më të mirë. Me mira për ne është minimale barazimi dhe maksimumi të fitojmë. Kjo ndeshje sot ne na sjell përfitime për kampionatin e lëmë historitë. Mua më vjen mirë që ngelem në histori, por ta lëm këtë gjë. Ne të fokusohemi te kjo ndeshje. Kjo ndeshje na sjell shumë përfitime. E para, përfitimi parë sportiv, që ne marrim 3 pikë me kundërshtarin më të afërt për play-offin ton. Dhe është një kundërshtar që afrohet me ne, mund të jetë më lart, por momentet caktuara mund të jemi ne më lart. Kështu që çdo gjë sot ne dhe tifozat bashkë me ne duhet të mbështesim ekipin kombëtar. Ne duhet të jemi lojtari 12 për ekipin kombëtar. Të tjerët pasaj lërë se historia ja flet vetë, edhe njerëzit janë ata që nuk harrojnë gjithmonë gjërat e mira që bën ekipi kombëtar. Asnjë analizë mbi listën e lojtarëve të thirrur, pasi sipas Kushtës është trajneri ai që vendos dhe që mendon për skuadrën, ndaj edhe në këtë moment duhet vetëm mbështetje për skuadrën. Ajo është analizë tjetër. Në këtë moment ne nuk mund të gjykojmë dot as edhe një gjë. Lista ka dalë. Çdo gjykim për këtë moment është një anë negative për momentin. Kështu që edhe unë mund të kem dilemat e mia, por stop. Në këtë moment ne duhet të nxjerrim pa anën më pozitive tonën, si specialistat dhe tifozat. Pas ndeshjes ne do shikojmë rezultatin, mënyrën e lojës, çfarë u bë mirë dhe çfarë u bë gabim. Unë dëshiroj që mos kemi asnjë problem ne me anën taktike të fitojmë, që të rritë tek ajo shpreha fituesi nuk gjykohet, analizohet, por nuk gjykohet. Kështu që t'i lëmë ato që sjelljet e trajnerit dhe të fokusohemi vetëm te kjo. Të jemi lojtari 12 i ekipit kombëtar. Shqipëria luan ndaj Serbisë në Tiranë në datë 7 qershor dhe 3 ditë më vonë ndaj Letonisë në transfer, takime këto të vlefshme për eliminatorët e kampionatit botëror 2026.